Jemi në gjumane 7 me radhë, duke folë për unitetin dhe për gjërat që po e shkatrojnë dhe po e prishin unitetin. Nga të shumtat që kemi përmend për çdo gjuma, sot kemi ardhur me një konkludim për ta përzgjedhur temën që mashtrimet, përgojimet, këto të pafaktuara po e shkatrojnë unitetin familjes tonë, shoqërisë tonë, kombit tonë dhe besimtarëve në përgjithësi. Shumë ndarje, përçarje, armiqësi në mesin e muslimanëve lindin jo vetëm nga padrejtësitë e mëdhaja që po ju shkaktohen, mirë po nga fjalët e pavërteta, nga përgojimi dhe nga përhapja e fjalëve të pa evidentuara, të pa faktuara, të pa vërtetuara. Ku e ndëgjove? Po kështu po thojnë o hoqë. Po ti alo se keni këta? Krejt fshati e din, krejt qyteti e din, do thot këtë çështje. Po e kam vërtetu do kush? Hoqë, kur të marrin 3-4 vetë, kur të folin, merret vërtet, merre u kryaja punë. Dashurit e me, kjo është një analizë e gabuar. Me fjalë të këtilla po shkatrohen individ, po shkatrohen familje, po shkatrohen fshatra e lagje, po shkatrohet atë dheu, po shkatrohet feja. Me fjalë të këtilla të pa vërtetuara, të pa verifikuara. Nëse duam unitet, duhet ta pastrojmë gjuhën nga përgojimi dhe zemrat e tona nga dyshime të ndryshme dhe të shumta që po na vinë. Fjala e mirë është urë, ndërsa fjala e keqe është hendeku, pengesa kryesore e unitetit, e zhvillimit dhe e përparimit ton, edhe si individ, edhe si familje, edhe si shoqëri, edhe si fe, edhe si komp. Uniteti ruhet në heshtje të urtë, me verifikimin e fjalës dhe falje për vllahun ton. Uniteti ruhet me fjalë të mira të urta, unifikuese, mirë po e ruajmë unitetin edhe kur ta falmi njëri tjetrin. Familja nëse don me rujt, du të me fal vllahun, du të me fal fëmijën, du të me fal dikënd për hatër të unitetit. Kur kemi filluna me unë zjerë dhe me u paraqit agresor në familjet e tona, po e shohim rezultatin dhe po e shohim çrregullimin. Uniteti shkatërrohet me gjykim të shpejt. Me njëherë merr gjykimin, me njëherë merr vendimin. Prishet uniteti. Uniteti prishet nga fjalë të pamatona. Musliman, shumë i kujdesshëm në gjuhë. Pa kujdesia jo në gjuhë, po e shohim rezultatin. Shumë e njeriu sot kishte pas dëshirë të madhe, si kur javën e kaluam, apo ndetet, apo muajt, apo vitet, mos t'i kisha thonë ato fjalë, mos t'i kisha marrë ato vendime. Po janë thonë, janë marrë do të thotë ato vendime. Dhe përhapja e fjalëve pa dëshmi. Pa dëshmi. Kur Zoti Dhul Gjelale sjell një kriter të prostitucionit, të zinas, ai thot, du të me pa 3 persona që me dëshmu të prokurori njëjtë që të tretë, që e kanë pa me syt e tyre, duke u kry ajo marrëdhënie,
si kur kofja në uj që hyn. Ka shku të Hazreti Omeri, njëri thët, e kam pa, si e pave? Këtë në herë gardhat, për birat gardhav. E merë Hazreti Omeri e reje këput. Kusht ka thonë ty me shiquan në borën e huj? Shpesh në vinë do që si. Që kisha pas me qef, me pas një Hazreti Omer. E të këtil ka do të thot shumë për nevojën e Hazreti Omerit. Të dashurit e me, profeti Muhammed thëjke, mjafton për gënjeshtër për një person që tregoj çdo gjë që ndëgjon. Të gjithë ata që tregojnë çdo gjë që ndëgjojnë, ata janë interpretues të gënjeshtrave dhe vetë bëhen gënjeshtar. Nuk do të hynë në xhenet bardh si fjalëve, thot Muhammed Mustafa la yadkhulul janna qattat. Bardh si fjalëve nuk ka me hynë në xhenet. O Zot, është e frekshme kja. Sot shumë që ndëgjojnë, sot sarë që ndëgjën një fjalë për tjetrin, e shpërndon me njerë pa e pyet. Kështu krijon armiqësi, ndasi dhe munges të besimit të njerëzit. Sot unë e takoj njerëz, edhe vetë e them, kujna mi besu bresot? Kujna mi besu dikujt që mban fjallën, o burra? Po na dikujt du të mi besu mëre? Shë burra alamet burri, i alamet familjes, shë njeri i shkollum intelektual, alamet postin e bort, alamet kravatën e alamet kapuqin e bon. Nuk i besim me ja thonë një fjallë, se me një herë ta ke shpërdor edhe e merë malin e merë. Kjo është frikë e madhe, dashurit e mi. A dojmi mi besu dikujna? Po gjithë se dojmi mi besu dikujna. Kur hum besimi, hum gjithë shka humb. Thashe thanmet, sidomos në kohën e rjetëve sociale, janë si zjarri që përhapët shpejt dhe djeg gjithë shka me një klikim, me një postim, me një shpërndarje. E mor malin, e mor. E i madhi Allah dhul gjelal thët në Kuranin famlart, ja ju alledhina amenu, ju të cilët keni besu, in ja'akum fasikun binebein, fatadajjanu. Nëse t'ju vjen një njeri i prishun me një informat, sqarane, testane, verifikane, vërtetane atë fjalë, e pastaj do thot shpërndane, sepse ju ndodh do thot dënimi i madh. Pastaj i madhi Allah xhalla shanuhu wa xhalla xjalaluhu thot në Kur'an, ja ju alladhina amanu, o ju besimtar, ijtanibu kathiran min adh-dhann, largano shumë nga paragjykimet. Inna ba'da dhanni ithm, se shumë paragjykime janë gjuna, mëkat i madh. Wala tajassasu, mos shpionani, mos përgojani. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan, mos ta përgojani njëri tjetrin. Se e yuhibbu ahadukum e ya'kula lahma akhihi maytan, a dëshiron dikush prej juve me ngran mishin e vllaut të vet të vdekun? Kërkush nuk e dan. Ma let është me hangër mishin e vllaut që e ka dërzu shpirtin dekt, se sa me përgoju do thot dikant. Ma mirë, ma let është se sa me përgoju do thot dikën. Profeti sallallahu aleyhi wasallam thëjke, a e dini që ka është përgojimi? Thanë, veç i dërgumi Allah dhe i dërguar i ti e din, tregona, tha përgojimi është ta përmendësh vllaun tënd me diçka që ai nuk ka dëshirë me u përmendën.
E nëse atë që e themi për ta është e vërtet, thot nëse është e vërtet, e ke përgoju, shumë të vërteta, donë mi mojt njeri vetë, s'donë me ja tregu kërkujt, edhe nuk donë me i përhap edhe me dit askush, thot e ke përgoju, e nëse është e pa vërtet, e ke shpikur, e ke shpifur, gjunaha edhe më i madh, për këtë Imam Gazali, Allahu e mëshiroft, thojke, përgojimi është ushqim i shejtanit, dhe shkatrim i vllazëris. Ai që përgojan ka një zemër të sëmur. Imam Shafiu thot, përgojimi është shenjë e zemrës bosh dhe shpirtit që nuk njeh vlerën e heshtjes. Do shpirta nuk njojnë vlerën e heshtjes. E Hasan el Basri thëjke, përgojimi i besimtarit është më i rënd te Allahu se sa gjakderdhja e tina. La ilaha illallah. Më e rënd se mja qip gjakun me vro, është do thot përgojimi. Sepse e ke vro një individ. Përgojimi, krejt gjallëtit i vro, për zgjallit i vrohen. Për këtë, në rafshin personal, një fjalë e ndaluar, e pa analizu, apo në thonë ndryshe, një fjalë e dalën prej gjuhëve tona, e pa analizuar, mund të ndonë njerëzit që kanë jetu në dashuri dhe në harmoni. Pa ti mërë sa familjarin e kemi pas të jetu jetë mirë, të lumtur, të dashur, ka arë një dashakeqës, edhe javë ka shti fitilin, edhe i ka nda, i ka përqa. Në rafshin familjar, shumë familje janë nda, shumë bashkëshart janë shkurërizu. Arsyeja, ja ka shkatru jetën dikush që e ka sjell në informat të pavërtet. E shejtani, a iblisi i mallkum, rren frondin e ka mbi ujë. E thret me ul afër vetës, edhe me ja vendos kurorën e shpërblimit, ati që ka rritën me i ndo dy bashkëshart. A, zoti ma, gjithë muj me i paramendu, gjithë, janë potencial, kur nuk muj me paramendu, nja që i bje zotin sejde, e bëhet shkaktar për prishin e familjes dikujna. Këta kur s'muj me paramendu. Edhe nuk monët më mbind as kush, se një cili bje zotin sejde, ja shkatërën jetën tjetërit, kë me siguri falet pa abdes. Kë zët e ka shejtanin e ka. Kë nuk falet ka kibla. Nga në hoxhën mira. Kë nuk falet ka kibla, absolutisht. Kë është këthy do thët dika tjetër. Për këtë, në shumë vende, në shumë xhami, në shumë xhamate, dezinformatat, fjalimet, e kanë që regullu xhamian, kanë që regullu xhamatin. Ashtë ka ardhë në pyetje dikon, më mbyllë edhe xhamia, se dikush duke mendu se unë jam gardiani i islamit. Profeti thët, një fjale mirë është sadaka, një fjale keqe mund të jetë më e rëndë se një plomb, sepse plaga e zemrës nuk shërohet letë. Dhe krejt në fund të dashurit e mi, thajke Muhammed Mustafaja, sallallahu aleyhi wasallam, kush mi garanton dy, une jam garantu si gjennetit për të. Kush ma garanton gjuhën? Unë, Muhammed Mustafaja, jam garantu s'para Zotit, mja bona se bati gjennetin, dhe kush ma garanton organin gjenital, që mos me u boj pa moral shumë, mirë po me qenë njeri moral shumë e familjar, thot për hajër i kuv gjenneti. E Ali Tantavi, një djetari madhe islamit, thot në gjdo ku ka pasër përgojimtar. Por në kuën tonë janë bërë të modernizuar. Ata nuk i ndotin ma rrugët, por i ndotin zemrat e njerëzve dhe ekranët televizive. Në kohën moderne, gjuha është zavendësu me tastier, por gjunohu mbetet i njëjtë. Si kur i tastierës
sikur i gjuhës. Përgojimi digital është i ndaluar sikur përgojimi përmes gjuhës. Dikush po thotë, unë jam i kulturuar, ku jam si foli, shkrimet. Dezinformatat, nga më të ndryshme, sikur kjo me tastier digital, sikur kjo përmes gjuhës, është e njëjtë. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Shoqërana dhe në gjumat e tjera, që po flasmi dhe po i nxjerrmi në pa, ato që na i prishin unitetin, Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.